ditës. Lajmi mirë është që nuk ka pasoja në njerëz, dhame materiale ka shumë pak, kam qenë vetë në teren sot në bazë vëshimeve, kam pa nga afër disa zona që kanë qenë pak më të prekura. Mirë po ne prej vëshimeve të fundit kemi bërë një punë shumë të madhe në kanalet të cilat përcjellin rreshtet atmosferike të PE-s, pasi që relievi i PE-s është në atë formë se të gjitha ujërat atmosferike, po dashur ne apo të duam ato vinë në qytetin e PE-s. Tani më ne kemi asfaltuar të gjitha rrugët edhe në pjesët malore dhe kodrinore, gjë e cila bën rrjedhjen e ujit pak më të shpejtë dhe të arrijë sa më shpejt në qytet. Kjo pak po na penalizon, mirë po me hapjen e kanaleve, kemi bërë diku rreth, nëse nuk gaboj, mbi 10 kilometra kanale të reja të cilat kanë thellësi mbi 3 metra. Dhe kjo shumë po na lehtëson pasi që tani të del në qytetin e PE-s, përveç disa pjesëve të ndotura të them, nuk ka dame tjera materiale. Dame më shumë ka në sektorin e bujqësisë. Ne besoj ditëve në vazhdim do të formojmë një komision cili do të caktojë edhe vlerën e damit, do shkojmë të vizitojmë bujqit tonë dhe pastaj do dalim me informata të sakta rreth këtyre vëshimeve dhe dëmeve të cilat kanë shkaktuar në këtë regjion. Zot Rideqani, thoni që nuk ka dëme të raportuara deri më tani. Dhe nga ajo se çfarë keni parë në terren? Përveç disa pemë dhe më duket vetëm një vetur prej erës, është hyrë pema dhe ka godit veturën, në njerëz nuk ka dëme. Pjesa më e madhe e dëmeve përveç në një fshat më duket se një qati e shkollës është dëmtuar në fshatin Raushish. Mirë, po gjë që na bën të lumtur është që nuk kemi viktima. E qartë, por megjithatë, PEA është një prej qyteteve që ndër vite është goditur më së shumti nga vërshimet